Mbrëma jemi drejt për drejt në televizionin Star Sport që transmetohet në Star Plus këtu në Shkodër. Një televizion jo vetëm shkodran, një televizion mbarkombëtar, një televizion që shumë shpejt dhe ka të thyet ndoshta dhe kufit, duke u ndjekur nëpërmjet valeve satelitore deri në Amerikën e afërme. Dikur kemi thënë Amerikë e largët, tani Amerika shumë afër. Për arsye se në tokën amerikane kemi edhe shumë shkodran të cilët mbasi kanë jetuar në Shkodër, kanë gjetur tani provizorisht nga vendlindja kanë kaluar në shtetin amerikan. Dhe jemi takuar në emisionin e dytë të këtij sezoni me shumë ngjarje, sapo ka përfunduar pikërisht takimi, ai që na intereson, vllaznia e cila me spektakël, pas spektakël, dikush e ka pëlqyer, dikush nuk e ka pëlqyer, ka marrë një pikë të çmuar drejt për drejt në Elbasan Arena. Po lidhem drejt për drejt që në fillim me kolegun ton Senat Nikšići për të mësuar pikërisht si e ka reaguar Armando Cuku dhe më pas ndoshta do të kemi një lidhje të dytë me intervistën. Senat, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, Piero, mirë mbrëma gjithë dhe ju në studio. Mirë mbrëma, nuk e di nëse dëgjohem? Shumë mirë, drejt për drejt nga Elbasan Arena, ju dëgjoj. Okej, atëherë ka qenë një barazim, duhet thënë, shumë i luftuar i vllaznisë që në fund besoj që e ka merituar ndaj skuadrës, ndaj një prej ekipeve më të mira, siç është Partizani. Natyrisht, ju e thatë, Cungu gjatë ndeshjes, natyrisht që ka qenë pak i nervuzuar në momente kur skuadra nuk reagonte siç ka dëshiruar ai, megjithatë, më në fund është arritur objektivi, Cungu ja ka arritur me këmbguljen e tij, por edhe skuadra me një shpirt gare dhe karakter është ajo pikërisht që ka kërkuar gjatë gjithë javës dhe tashmë ja ka arritur qëllimi duke marrë një barazim ndaj Partizanit në këto dy ndeshje të këtij kampionati ku vllaznia e nisi mirë me 2 barazime ndaj 2 ekipeve pretendentet. Mos harrojmë se kush është ku si edhe Partizani, 2 ekipe të mirë paguara e po ashtu me një infrastrukturë të mirë, cilët kërkojnë edhe trofe. Dhe vllaznia ka arritur që t'i ndalë duke i marrë barazimin këtu në Tiranë. Duhet thënë se shkodranët disa momente nëse mund të kishin qenë paksa më të kujdesshëm dhe paksa me një kundërshtues ndoshta pak më të shpejt, mund edhe të kishin marrë fitoren sot. Nuk e di nëse ju kujtohet rasti i fundit i Vecaj që fare mirë mund të ishte kthyer edhe në gol. Megjithatë, besoj që vllaznia duhet mjaftohet sot me këtë barazim dhe duhet quhet një rezultat pozitiv. Kjo ishte lidhje e parë drejt për drejt me kolegun tim Senat Nikšići, do të kemi një lidhje në dytë duke shpresuar të kemi ato i cili po bën të realizojë një ekip siç është Armando Cuku. Pra kjo ishte lidhja drejt për drejt, ndërkohë e veçanta e këtyre ditëve ka qenë madhore, siç ka qenë shenjtërimi i Nën Terezës, por ka qenë edhe momente dëshpërimi, siç është rasti, ju e keni parë ata që ndjekin shtypin sportiv larguar nga jeta, pikërisht në moshën 84 vjeçare, një nga legjendat e boksit shqiptar Ysen Sharra, ju e shikoni në ekran, është një nga fotografi që cili ka tërhequr vëmendjen, ai ka bërë pak fotografi, po jetët e tij ka qenë për tur. Ndërkohë i drejtohem me shumë respekt një prej të ftuarve në studio pikërisht Tonin Dëmës. Tonin, si e ke njohur Ysen Sharrën në sport, si njeri? Ysen Sharrën e kam njohur herë si njeri, ka kanë një përgatitje në Zallher dikur, i përgatitjes i forcave speciale, të gjithë ushtarët e asaj kohe thoshin është një oficer i mrekullueshëm, një përgatitës i mrekullueshëm dhe një njeri i mrekullueshëm. Ndërkohë Apollon, ndoshta janë nga të pakët se ky brez i ri ne flasin kaq shumë për Mesin, për babain e Mesit, i cili donte ta fuste në burg Mesin e tjera dhe nuk flasim për njerëzit tanë. Jemi ai brezi i artë që me kalimin tonë, po nuk folëm ne, imagjinoni do kemi sport pa histori. Kjo është një tezë e cila është me koqë, gjithmonë është folë për sportin ndërkombëtar më tepër se sa është pa pak sporti kombëtar. Duhet pranu që është një figurë e madhe në boks, ka qenë një bokser i atyre viteve, si shto dhe Tonini pastaj mbrapa ka vazhdu me ushtrinë përgatitje rreth aspektit tij sportiv. Pa diskutim që vdekja e tij, domethënë kuptimin se ai punë është dhënë si lajm, por ai meriton shumë më tepër, sepse është një figurë kolosale në kuptimin e aty ku a marr për pjesën e boksit. Mbrëmë avokat dhe mi se erdhe sot në rubrikën sportive të Star Sportit. Kemi prezantuar pra dy, Tonin Dëmën dhe
avokat Apollon Agji, ndërkohë në vazhdim, pikërisht në krahun e djathtë timi në të majtin tuaj, kam Luan Shpuzën një mbrëma. Dhe arritje, tha Senadi, 2 rezultate pozitive, por jo aty ku dëshiron sport dashje, sepse për dirë zë vërtetës nisemi të shumat. Senadi më shumë një dëgjus dhe shikus të regull tha, Partizani super ekip i paguar, Kuksi super ekip i paguar. Kjo të regon që futbolli nga njerë nuk njeh pagën, po njeh shpirtin i cili mundohet ta ndërtoj Armando Cungut e Vllaznia? Tham drejtën, Vllaznia ka 2 rezultate pozitive, tu pa me këpura për ball. Edhe këtë rezultate i dedikohet e herë në radhë parë lojtarëve, që janë komplet stafit që i vehet përgjegjësia për mirë e për keq Cungut. Ai ka dorën e lirë, ai ka bë këtë Vllazni, ai e merr të keqen, e merr edhe të mirën. Për sa i përket tyne 2 ndeshjeve të para, me kë kena luajtur në garanci, Vllaznia po let mirë mbrojtje, që po shohim deri tash, po shohim një portier shumë profesionist, që unë jam anku gjithmonë, se kena Selima, kena djemton aty. Jam anku ky portieri po bën, pavarësisht se gaboj një herë ndalje sot, po bën gjëra pozitive. Edhe mbrojtja po let mirë, kurse para defensiv jena shumë të mangët. Do të shohim përpara. Pak më vonë, mi mbrëma Luan Shpuza dhe mi serdhe në Star Sport. Vazhdoj me krahun tjetër, Arben Parmeza, që vjen sot me një detyrë të re, patje ku ishte trajner, ai ka qenë kampion atletik, ka qenë përgatitës të Vllaznia e futbollit, dhe tani Arben mi mbrëma. Para se të futesh në studio më the diçka, por unë se kuptova, do tani mund më thuash drejt për drejt. Që vazhdoj të jem trajner, tashmë me bashkimin e 2 ekipeve, Vllëdor dhe Ajax. Shpreh kënaqësinë që u bë ai mujtë një gjatë tillë. Kemi garantuar vazhdimsinë e punës. Kushtet janë shumë të mira. Edhe me punën dhe përpjekje them që ky ekip, pra nga bashkimi këtyre 2 ekipeve do të jetë përsëri në ato nivele, pse jo edhe më mirë. Si do quhet ekipi? Vllëdor Ajax, Vllëdor AAS apo AAS Vllëdor? Po një emër normalisht që do ta bëjmë publik, për momentin akoma nuk e kemi skicu. Po ajo që është e rëndësishme është që puna vazhdon, është 1 muaj e gjys. Vajzat janë të mrekullueshme, dalin për ditë, kanë pasion, punojnë, edhe me zi që presim, me thënë të vërtetën të marrim edhe frutet e punës tonë. Kjo tregon që cilësia duhet më e mirë, sepse janë bashkuar lojtarët më të mira të Vllëdorit, arsyet do të jenë nga më të ndryshmet, me vajzat e reja të Akademisë Ajaxit. Mi mbrëma mi se erdhe Arben në studion tonë. Dhe vazhdoj të jem me Samuel Nikën, i cili mbetet trajner, por ke ekip? Normalisht që këtë vit kam pas 2-3 oferta, sidomos ka grupi Jugut në kategoritë parë, por arsyeja është thjesht sepse kam dashur me pa një projekt pak më serioz. Dhe projekte serioze është vështirë me gjetë për momentin. Ekipet janë në kaos total, sidomos kategoria parë. Dhe kem ka bërë që për momentin të jem i lirë, pa punë. Normalisht kështu është zanoda e trajnerit. Kuptimi financiar, kaos? Financiar, edhe organizativ. Për shembull, avokat, nga 20 ekipe u shtyj kampionati, 14 nuk kanë shlyer detyrimet. Pranoj për të Nuk kanë shlyer detyrimet. Po ç'do thot një trajner pa punë? E ndjen? Normalisht që është pjesë e punës tonë, edhe me najtë pa punë. Kjo nuk më pengon me kanë jashtë botës futbollit. Gjatë kësaj periudhë kohet kam njek 2-3 trajnera të kampionatit shqiptar që janë trajnera të mirë që ja vlen për me njek në stërvitje. Edhe kontakte të vazhdueshme kam kënaqësinë që kam pas 2-3 oferta, sepse të bën mundi mirë normalisht kur ke 2-3 oferta. Por realisht për momentin të shtit duhet me pa një projekt pak më serioz, sepse me këta ekipe që nuk e kanë pasur seriozitetin maksimal, kanë periudha që për me formuar një farë emnit edhe një farë karakteri sportiv, atë pjesë kam kaluar, tash për momentin më mirë e kam menduar që të rrihet pres. I mbrëma Samuel Nika, do shta e funit që unë të them trajner pa ekip, do të uronja trajner me ekip, po që ta vazhdosh, të marrësh përgjegjësinë si në humbjen, si në fitore, se ne nga njerë presidentët tanë janë vetëm të hetur për fitore dhe nga njerë i bie telefoni dhe ti e merresh nga shtypi që e shkarkuar. Mi mbrëma mi se erdhe Samuel në Star Sport këtu. Ndërkohë një emër tjetër i cili është i respektuar në Shkodër e kudo, Arben Averi, president i Akademisë Ajax, që ka bërë tani një shtesë të futbollit modest i vajzave të reja,
Tani është bashkuar me Dhëdor, mi mbrëmë Arvin. Mirë mbrëma. Ç'ishte ky bashkim? Nuk është hera parë që ne kemi konsideruar çështjen e bashkimit. Në koncept në parim bashkimi gjithmonë jep më shumë fuqi dhe ne gjykuam që këtë vit t'i rrisim objektivat tona dhe natyrisht pam tools që të bashkohemi me ekipin e Dhëdor. Kështu që ne besojmë se ne do të kemi objektiva më të larta se sa vitin e kaluar. Ky ishte prezantimi i parë, ndërkohë pres linjën e dytë drejt për drejt në Elbasan Arenën me kolegun ton Senat Nikëshiqin dhe jemi të gatshëm, është në linjë edhe pak do të kemi drejt për drejt. Ndërkohë, tema e sotme, ju do të nxjerrin në ekran edhe regjia jonë, është a përcjell sporti në përgjithësi, futbollin veçanti tek ne, pra a përcjell sporti tek ne mesazhe edukimi fair play, mund të na shkruani dhe dërgoni SMS në numrin 067 499 1956 dhe ne do t'ju respektojmë. Tani kaloj linjën drejt për drejt në Elbasan Arena, që është shumë pranë, siç mund të jetë pranë edhe nesër një kryeqytet i Evropës në lidhjen e drejt për drejt me Senatin, kolegun ton. Senat e dyta herë më mbrëmën e tha një herë, atëherë kë keni aty pranë. Po, kemi trajnerin e Vllaznis, Armando Cungu, i cili me gjithë nervozitetin gjatë kësaj ndeshje ka arritur që të ndalë Partizanin, apo jo, profesor? Nervozizmi vjen si rrëdhoj tensionit, ndonjëherë ndoshta edhe mos zbatimi të tyra në fushë e lojës, nga sportista aq më tepër kur minutat e fundit janë edhe më dramatike, ku mund të ikun edhe loja mund të rrëshqasin nga duart për një pakujdeshi të vogël. Normalisht duhet të jesh i fije aktiv në fushën e lojës. Mjaftueshim ky barazim? Po t'jemi sinqert, po, të mërësh i barazim kundër Partizanit, një ekipi që pretendon të dalë kampion prej 2 vjetësh, aq më tepër jashtë fushës tonë, besoj se është një pikë e kënaqshme për ne. Gjatë për mënyrën e lojës, tam drejtën u doli ta interpretoheshim ndryshe, sidomos në fazën sulmuese, pasi në fazën mbrojtëse në përgjithësi ekipi veproi mirë. Por la më shumë për dëshirë në aspektin sulmues, pasi me pak besim dhe pak kujdes ndoshta edhe mund ta kapshim kundërshtarin e befasi, pasi lente shumë hapësina në mbrapavijën e saj. Megjithatë nuk e bëm diçka të tillë. Ju kam parë edhe në stërvitje që punoni shumë me sulmin, por edhe kundër sulmit. Çfarë ka që nuk funksionon? Thash më përpara, nuk në fakt pash djemë të cilët hinen shumë të friksuar, nëse mund të flas me këtë gjuhë kështu. Në këtë takim, përgjithësia ndoshta ndeshjes, të djem duhet kuptojnë një diçka se absolutisht nuk shemet as Roma, se është edhe shprehje nëse mund të hupshi ndeshje futbollit. E rëndësishme është që duhet hish me kokën lart krenar, as më tepër duhet jesh krenar për emrin e vllaznisë Shkodrës dhe për ngjyrat që përfaqëson. Pra të futesh si Shkodran ose si cili do qoftë në quaj Shkodran çdo lojtar vllaznisë, dhe të përfaqësosh këtë fanel duhet ta kesh ballin shumë lart dhe të përballesh me cilin do ekip, se besoj që vetë historia e këtij klubit ta mban kryt lart. Në këto kushte nuk e shoh arsyeshme pse duhet him friksuar në fushën e lojës. Dhe patë një stepje, një frikë, një tërheqje, të cilën realisht nuk e kishin planifikuar. Dhe sidomos pjesa e parë ka qenë shumë e vujtën, të jem realist. Vllazni dinjitoze kjo që ndal Kuksin e Partizanit apo duhet shmangim me euforinë? Duhet shmangim euforinë mas ndeshjes me Kuksin në përgjithësi, ekipin ka pëlqyer, ne deklarova edhe mas ndeshjes, por pretendoj diçka më tepër, unë nuk kënaqem absolutisht me kurrë. Në fakt nuk kënaqem sepse kam pas fatin edhe të ekipet e cilët kemi arritur shumë suksese edhe trofe, në këto kushte pretendoj dhe pres nga ekipi, nga djemtë të Shkodrës të bëjë një progres këtë sezon më të madh se ekipi i vjeçëm. Pra më pëlqen për dëshirë dhe për shpirt, hime dëshirën dhe me mentalitetin për ta fituar çdo ndeshje. Më duket se pak na mungon kjo gjë në ekip të cilët duhet kuptojmë, sepse jena të aftë për të përballë me çdo ekip dhe e kena dëshmu. Sa herë që i kemi qenë serioz dhe kemi zbatuar detyrat, kena dëshmu që jena të aftë të përballë me çdo ekip në Shqipëri. Profesor, ca spion na thanë që këngëtari Luiz Edhi ju ka marrë në telefon para ndeshjes dhe ju ka thënë që do ta fitoni ndeshjen dhe ju keni thënë që nëse fitojmë ke një darkë. Tani pas barazimit ai do një zupë, do një amelsin. Në fakt Luizin e kam mik prej vitesh. Është vërtet që më ka marrë në telefon dhe më tha që kam i parendin dhe kam marrë prej Tiranit bashkë me familjarët e tij për ta ndjek ndeshjen dhe të billem për një fitore. Dhe unë i garantova që i keni dark sansa jeni, i thash prej mehet se e bëjmë diçka të tillë. Në fakt do të kisha preferuar ta marrëshe 3 pikshin edhe do kisha qitë me kënaqësi këtë dark, por në fundit më rujti disa lek. Pak në vërtetësi.
tirujmë disa lek, shpresoj që i darkën atje që si në ishe tjetër. Amilcinin pa tjetër që po. Okej, faleminderit për sukses. Faleminderit. Falenderoj senatin, vetëm senatin, por edhe anën teknike, pas cilët nuk bëhet lidhja. Ju shikoni mua, shikoni të ftuarit, po janë të tërë që nuk ju del ndoshta as emri, dhe ne respektojmë teknikët tanë të mirë që bën lidhjen e drejt për drejt. Kjo e fundit, çfarë ishte kjo e fundit? Ishte rasti i Guardiolës me Mourinhon, i cili ishte në një ndeshje në derbin anglez, kërkoi kush fitonte do t'i jepte drekën apo jo Apollon. Kjo është për shaka dhe senati e njeh shakan dhe shkodranët nuk na keq kuptojnë. Futbolli luhet aty në fush. Nga një fjali pikërisht duke filluar me avokatin. Nuk ishte ndeshje shkëlqyer e Vllaznisë, po ishte një ndeshje e mirë menduar, bile erdhi në ngritje, ndërkohë që Partizani e pam atë Adolfin, është emër e tij trajnerit, Sormani është djali i një Sormani që ka luajtur i Jati, dhe ne kemi kaluar në mikrobin italian. Samueli sot është pa ekip, se vinë italianët, vjen Agostinelli, rritë Partizani, do të diskutojmë dhe pak më vonë. Për ta mbyllur tani shkurt me Vllaznin, nuk ishte atje ku ishte, por unë do menoja ai që ka parë ndeshjen, skuadra erdhi duke pasur besim dhe pak fat, një portier i mirë në port dhe e mori pikën. Ishte një ndeshje, sepse të dy ndeshjet janë të lidhur me njëra tjetrën, si ndeshja me Kuksi këtu në Shkodër, e cila ishte diçka më mirë se sot, si ndeshja Partizanin, janë nivele pragmatizmit, merren pikët, kjo është kryesorja, sepse janë dy ekipet mirë paguara, dy ekipet që janë pretendente për titull, dhe në këtë kuptimin e pragmatizmit janë pikë të vlefshme. Në kuptimin e lojës duhet pranuar që Vllaznia është shumë mirë në kuptimin defensiv, pasi edhe mënyra e lojës, që ka zgjedhur të cumë vetë, se realisht me mbyll hapësina, mos me lan shumë hapësina, kurse në kuptimin e ofensiv të sulmit, detyrimisht do luhet me kundër sulmi. Pastaj varet interpretimi, edhe Cumu e tha shumë mirë, të interpretosh kundër sulmit duhet sa më shpejt, të krijosh sepse, por nuk e ka interpretuar ekipi ashtu siç duhet, sepse vuan në kuptimin ofensiv ekipi, kjo është realitet. Edhe kualitet nuk ka një sulmues midfield, edhe mënyra, domethënë shihet mënyra se si janë rreshtuar me mbrojtësa kryesisht defensiv, domethënë me përjashtim të Kroatit i cili fund fund. Pra, e shndërtu loja, sidomos me këto dy ekipet e para që të merren pikë. Dhe ashtë arri qëllimi. Samuel, pikërisht ndrimet, kam parasysh të Vecaj dhe Kroati e ndryshoi lojën. Realisht ishte një ndeshje e interpretuar me mirë shumë nga ana e trajnerit, mori disa vendime shumë sakta këtë ndeshje. Por ai ishte ndrimi i skems, për një 4-1-4-1 kthej edhe doli në 4-2-3-1. Pasi vujti pjesën e parë, edhe në pjesën e dytë ekipi sikur u organizua më mirë tek treshja mesit fushë, sepse duke kënë që ishte 4-1-4-1 dhe Partizani 4-1-4-1 kishte pak problem në markimin e treshës mesit fushës të rrotullimi i lojtarëve të mesit fushës. Kurse kur kaloi 4-2-3-1, kaluan gjithsesi cili me lojtarin e vet, edhe kishin pak më thjesht për me mbrojt. Megjithatë, Vllaznia është po dy ndeshje të cilat kanë të interpretuar me të njëjtën logjik loje, duke u mbrojtur në zonat ngushta dhe duke u munduar me sulmu në zonat xhona, pra me kundërsulm. Pjesa por kanë shumë mirë, mbrojtja në zonat ngushta është shumë mirë, sepse kena dy qendërmbrojtësa shtatënor që luftën ajër kanë nota 10, dy mbrojtësa krahit që pavarësisht se nuk ndihmojnë shumë në fazën ofensive, por pak në fazën defensive janë statik edhe janë sakt me fjalë të vendosur mirë. Por problemi ka për të ardhur që do të shihet Vllaznia tamam se sa ka se çfarë ekipi tash kur ne do të luajsim me mbrojtje duke u mbrojtur në zonat xhona, pra kur mbrojtja jonë do të zhvendosë shumë përpara dhe kur sulmojmë zonat ngushta. Pra nëse na për këtë stil loje, një në fazë dhe bëj mirë, faza tjetër ka probleme, se realisht nuk kena mujt me ngacmu asnjëherë për me thonë që po dalim rrezikshëm po kundërsbërsin, do të shohim edhe pjesën tjetër. Dhe mendoj që ndesha me Flamurtorin me logjik nuk ka për të kënë kjo strategji e një për Armandos, sepse realisht Armandoja, me thonë drejten, është një trajnerët më të mirë në Shqipëri. Dhe tek pjesa e trajnerëve të huaj, mu më vjen këtë që ka trajnerët huaj, por trajnerët e huaj vinë sepse jena na trajnerët e vendit shumë këqij, dhe sa ulna me president rrim të shohjen e tjetrin. Dikush thot kur u bë ky se ky s'ka lut futboll, dikush thot ky ahajn, ky Vesketina, ky kështu ky ashtu, edhe i kena prish punë vetit, edhe prandaj ka ardhur puna që çdo president tash i bën shumë lehtë, edhe merr trajnerët huaj edhe ja mbyll gojen opinionit si ka për rreth. Ai sa kolegu jot, pikërisht Flori, mbasi mori dhe licencën për të bërë trajner evropian, sot unë mësova që është një nga trajnerë me grup moshat në Tiranë.
Po të vjen shumë keq edhe për Plorin, edhe për shumë trajnera tjerë, që janë trajnera shumë mirë, që kanë arrit, edhe në fundit mesin po punë. Dhe kjo është xhelozia që kena nëpërmjet një tjetrit, përfiton një tret edhe është krejt e thjeshtë. A ver? Unë du më në një vetëm duke e lidhur me temën që ti anoncohën në fillim të emisionit. Nuk kemi pse me pa vendosjen e Plorit tek akademia ose profesor Samueli te akademia. Përkundrazi, ata që janë trajnera më të mirë, ne duhet i shohim pikërisht te akademia, sepse atje formohet brezi i ri i sportistëve. Atje dalin sportistat dhe nesër do t'i shërbejnë një industri e futbollit për cilën ne po diskutojmë sot. Në kuptimin sportiv. Në kuptimin sportiv. Aja, është shumë e drejtë, sepse edhe problemin e financave ka shumë mirë Plori atje, por duke llogarit që unë Plori edhe di grup trajnerësh tjerë si Tan Mehmeti që i nxjerri Kurabin, Mehmeti Popun, Roland Menaj që është Vlonjati që i nxjerri Bylysin për Mehmeti Popun, duke kanë që e kena kryer stazhin 4-5 vjeçar në për akademina, atëherë normalisht është ideja është delesh tek futbolli elitar, por është shumë e vështirë me çfarë për arsye. Trajner kamikaz, për shembull Plori e nxori mbas gati 60 e sa vitesh Tërbunin dhe e mori dikush tjetër. Mehmeti e nxori Korabin mas kaq vitesh dhe e merr Mërgjyshi tani. Pra kemi trajnera kamikaz dhe trajnera të ledhatum? Nexha Piro, unë jam me mendimin e profesor Samuelit, sepse të ditë vlerat e këtyne trajnera, janë i grup trajnera është demosha të ri, po i lojmë licencimet e pa licencimet, po i lojmë aftësit, unë nisëm nga ana profesionale se kanë lanë prova se janë trajnera, kanë dalë kampiona, se kena foli që herë me akademina, me ushtat mëjta, undat mëjta, kanë drejtu ekipin kategorit parë, për mu s'ka kene nevojshme, aja kompetence, sepse administratori dhe ata të bashkisi kanë lanë kompetencat sumët, nuk është normale për na me shpenzu lek për një ndihmë trajner atë shumë. Rroga për mu janë pa nevojshme pagu qira, kena ndihmë trajnera, mund të marrim një, na kena shumë djemtam Shkodër, për drejtora. Ka ardhur koha, më falë minut, këto drejtori teknik të Vllaznia unë s'di ku punon, apo punojnë, të duhet mu largu po i këspari drejtori teknik nuk banë si punë të, unë nuk e kuptaj. Jo, më falë, është fjalla për institucionalizëm dhe jo për emra. Pra ti mendon që mos ke drejtor teknik, mos ke trajner dytë? Drejtor teknik unë e shaf këtu të Vllaznia, si marrin rrugën edhe nuk japin asgjë gjë. Janë emnu në Tiranë trajnera, janë emnu për kosisht administratora stadiumit, e kam fjallën për Grimen, unë nuk e kuptaj se qa rolit ka të Vllaznia, edhe nuk shifet kërkon asaj aspekt. Pra tu pas Samuelin, tu pas Elvis Plorin, tu pas Keshnik Krepin, Edi Martinin, kena njës figura, pa më falin trajnera tjerë, kena djem si janë shumë, me najtë më avër më si ata persone janë konsumu, janë amortizu në ballafaqimin me opinionin Shkodran. Edhe mund t'i napin, unë fola për ndihmë trajnerin, aja profesionist, e din cunga, kompetencë e ti, po pse me ardhë me marë 3 milion lek shpenzime, e të mërshme. Jo, nuk thash, po mund punojnë, nuk bashkëpunojnë, nuk thash për drejtor teknik, duke keq kuptove. Atëherë mund ta bëj një pyetje drejt për drejt, se është emisioni drejt për drejt. Se pranon ndoshta vetë. Jo, je xhelos? Unë Grimën xhelos apo për Jo, unë s'kam lidhje Grimën, unë s'kam. Jo, se njeriu bëhet xhelos. S'ka njeri që nuk është xhelos. Po jo, më duhet me pa gjithkujt skopin, duhet me pa skanerin gjithë njerëzve sa i pastër që kanë, çka ke bë, a ke opinionin e mirë atë keça. Çka ke përllut tash 4 vjet, ku e çut Vllaznin. Mi mbrëma Paulin Doja, do ta them çdo emision. Mi mbrëma Zhega. Mi mbrëma sipër. Mi mbrëma Merstriniki. Mi mbrëma Ramadan Bigza, mi mbrëma. Mi mbrëma pikërisht, do të shikoni mbas pak, do të jetë sigël gjatë gjithë këtij sezoni sa Babizi mi mbrëma. Mi mbrëma Ramazan Ragani. Mi mbrëma pikërisht përfaqësuesve të jashtëzakonshëm të sportit Shkodran, që duke u nisur nga cungu që tha unë i quaj Shkodran dhe ata që nuk janë Shkodran, sepse janë nga figurat më të mëdha të sportit shqiptar. Mi mbrëma Vjoresin Sinani. Dhe le shikojmë tani me anë të regjisë rezultatet e javës së dytë, ku do shikoni siglën e re që ne përgatitëm me Arlindin. Është Arlind Trepishti, grafisti i këtij, shikoni, është një djalosh që quhet Safa Bizi, që shikoni në ekran me kupën sipër. Dhe ky është apeli për Shkodrën e sotme. Ndërkohë shikojmë rezultatet që u arritën përfundimisht në javën e dytë. Kemi 7 golash, 2 fishin e më shumë gola nga java e parë. Korabi është mundur 0-2 nga Skënderbeu. Laçi ka barazuar me Tiranën 0-0. Flamurtari ka shpartalluar Luftëtarin 5-0.
Kuksi ka fituar sot 3-0 me Teutën dhe para pak qastesh ne u lidhëm drejt për drejt edhe me kolegun ton nga Elbasan Arena dhe me trajnerin Cungu Partizani, një emër i madh, po i barabart me Vllaznin, një emër jo i vogël. 0-0, sa babizimi mbrëma drejt për drejt, do ta kemi çdo javë pikërisht me këtë sigël. Ndërkohë mas këtyre rezultateve tabela e klasifikimit është e tillë. Kreson e vetme ekipi i Skënderbeut në kuotë maksimale të 2 javëve 6 pikë. Partizani Kuksi 4, Flamurtari 3, Laçi Tirana Vllaznia 2 pikë, Teuta 1 së bashku me Korabin dhe mbyll tabelën skuadra deputuese këtij sezoni Luftëtari me 0 pikë. Mi mbrëma sa babizi, ai na dëgjon tani. Ndërkohë kemi javën e ardhshme, javën e treta e vërteta. Pikërisht Vllaznia jon, ju e shikoni se ka siglën e Vllaznis, do të luaj ditën e shtunë në orën 17 në stadiumin modern të Shkodrës Loro Boriçi përballë Flamurtarit. Ndërkohë Luftëtari do presi në Elbasan Arena Korabin, Skënderbeu pret Laçin, Teuta pret Partizanin dhe Tirana pret Kuksin. I mbrëma sa babizi, do t'jesh në çdo emision. Kjo ishte një zgjedhje jonë. Dhe nëpërmjet teje është ato 3 moskëtierët e tjerë, Paulin Doja, Ramazan Ragami dhe Medin Zhega, duke futur dhe Jorisin Sinani. Ate i drejtohem me këtë pyetje Luan Shpuzës. Ka qenë një fotografi madhore të stadiumi i vjetër. Nuk e di të ky riu është? Për zotin të stadiumi i ri, me të thonë drejtën, Që të bëhet muzeu me di, po ato figurat gjigante. është premtu se sa po bëhet, qa kena një me vesh lumi jonë, qa pa shohë me sy, mirë jonë. Jo, do thosh dhe lumi jonë, se nuk e di Jo, ta. lumi jonë se si dihet perspektiv se po shaf si të stadiumi kanë ata gjiganta, Po? si janë pas Dhe zëvendësushme. ne kemi zgjedhur njërin prej tyre, Sababizin. Po sa pa bizja figura ma në ru me futbolit shkodran. Mos thamë gjitha kurave në Shqipni. Unë thamë se sa pa bizi ka një profesor i joni, unë kam pa shancin me e pa. Kam kanë fmi, kam pa shancin ma të malë me pa një futbolist si zorë si vjen ma Shqipnis. Një respekt e një mirë njohje për bizin, për një figurë ka që male. Kena nerin si e kena në Shkodër. Atëre filloj tani temën e parë të diskutimit tim që është sporti fair play a përcjell pikërisht me Arben Averin për shembull. Ne kujtohemi një në vit. Kur kampionati ynë, qoftë i superiores, po qoftë dhe i grup moshës, qoftë dhe i kategorisë parë, është festë çdo javë, të cilët ne nuk e festojmë. Ne merremi u dha penaltia, s'u dha penaltia, u bëm gol. Për shembull, Vllaznia të organizojë çdo javë prak takimin pikërisht në formën më të madhe maksimale të festës. Përcjellja me fëmijët, që nesër do t'jenë ata të zëvendësojnë, ky është mesazhi. Mos them koncert, por në paktën në ndeshjet kryesore, gjë që nuk bëhet. Bëhet vetëm një herë, siç u bë me Kuksin, del Elvin Beqirin me vajzën dhe me djalin Shkelman Topin dhe aq. Kur ne kemi veteran nga më të shquarit që duhet të përcjellin mesazhin e vazhdimësisë. Pse nuk bëhet kjo, Averi? Natyrisht, sporti në përgjithësi, por edhe futbolli në veçanti gjithë kësaj periudhe është shoqëruar me problematika nga më të ndryshme. Por kjo që thoni ju është një problematikë shumë e dukshme edhe me vend. Unë po shikoja pak më parë ndeshjen Vllaznia me Partizanin, por njëkohësisht kam pa edhe gjatë kësaj periudhe edhe ndeshjet e tjera të kampionatit. Dhe përshtypja e parë dhe gjëja e parë që më vjen në sy është numri i vogël i tifozëve në shkallët e stadiumit. Dhe në fundit ky është treguesi esencial për gjithë futbollin në Shqipëri. Pra sa më pak vetë ta ndjekin futbollin, aq më problematika futbolli ka. Sepse pikërisht nuk plotëson pritshmëritë e publikut për të ardhur dhe për të ndjekur sportin e futbollit në stadium. Dhe natyrisht, nëse ju nuk përfshini, nuk e organizoni sportin e futbollit si një festë, natyrisht kuptohet që njerëzit nuk kanë pse
ta ndjekin atë nga afër, përkundrazi nëse ai do të ishte i organizuar në trajtën e një feste, në një trajtën e një organizimit, për kujtimore, fëmijë, lule, natyrisht që njerëzit do ta ndjekin edhe do të ketë një tjetër. Pra, nëse ne i rikthehemi edhe bisedave që i kemi bërë më herët në këtë studio. Futbolli në sporti, por edhe futbolli është industri. Sa kohë ne dështojmë për më ndërtu bazat e kësaj industrie, normalisht që nuk mund të flasim pastaj për festa, për argëtime, për... Avokat, rasti është edhe një lloj humanizmi që përcillet në lojë, në çfaqje, pavarësisht se fiton apo nuk fiton. Ne akoma nuk kemi arritur deri aty që futbollin e ndjek dhe një fëmijë që ka mungesë gjaku, që mund të jetë në spital, rasti Ronaldos, që u bë tifoz me një fëmijë i cili kishte nevojë për jetën. Ne nuk e praktikojmë, por praktikojmë atë kronikën e zezë që kur vetëm lajme të këqija. Do vi ky momenti që duhet filloj pikërisht me lajmet e mira, pavarësisht nga rezultati, mundet apo fiton vllaznia, mundet apo fiton kombëtarja. Nga njerë fitorja e kombëtares, do diskutojmë mbas pak, ndoshta mbulon shumë probleme të futbollit ton, siç është për shembull shitja, blerja ndeshjes, kur skuadra janë kampione, kjo tani është e hapur, nuk ka më të fshehur, është dënuar dhe Partizani kërkon me drejt apo pa drejt, do të ma shpjegosh pak më vonë, kërkon titullin, lekët i mori, e tjera i mori, pas ti nuk shkon, si shkon për shembull Beckenbaueri para trupit gjykus, deli fajshëm apo pa fajshëm është tjetër, te ne nuk ndodh kjo. Kultura mos dëshkueshmërisë, kjo është në kanë aspekte, vetëm sport. Tashti të flasim të tema ku ishte, lidhë me fair play. Sporti në fakt trumbeton, ose më mirë të themi aspiron, o më mirë nxjerr elemente vetë të cilat shfaqin fair play. Sepse sporti për këtë punë është domethënë si thosh popullor i përgjithshëm. Po çift kampionatet e tjera të huaja, varet atë niveli, domethënë infrastrukturor, të nivelit financiar, shumë gjëra të tjera. Po që Premier Ligën ose kampionati spanjol, shihet që janë fëmijë që dalin, që trumbetojnë, që domethënë ata vetë sjellin janë grupi lojtarëve marrën me veti nga një fëmijë të vogël. Dhe kjo ose këta që janë me probleme, trauma të ndryshme, për shembull sportdarë që vinë me karroca, shihen dhe është prioritet. Pra ky është fair play. Kjo është ajo siç thotë edhe ju kur bëhet shembull një futbollist i cili jep një ndihmë përcaktuar me X, ka një fëmijë si jashtë i smur, është idoli atij fëmijë. Këtë i sjell sporti, muzika, janë disa, domethënë arti në përgjithësi. Mirë, po konkretisht na çanol sporti në Shqipëri nuk ka në ato nivele. Sporti në Shqipëri po shkon në stadium, jo që nuk sjell kulturë, po sjell probleme të tjera, sepse aty ndihjon gjëra nga më të ndryshme. Shqyr, të ndeshjet e fundit, domos ndeshjet ndërkombëtare, kanë pas shumë femra, domethënë seksi tjetër, që ishin pranishme si sportdarse. Dhe kjo është një gjë shumë pozitive. Pra, ishte një stadium i ri, një infrastrukturë e re, e cila po bën një kulturë të re. Edhe ndeshën Vllaznia Kuksi, unë pash që kjo është vetë e nxjerr këtë, i jep më tepër prioritet kësaj trumbetimit fair play-t. Dhe do ta diskutojmë të filloj pak duke u nxjerrë. Po jo, person, mund ta marrësh pak sepse regjia më thot tani jam gati për të dëgjuar Gani Kosumin drejt për drejt nga Radio Televizioni i Kosovës për vëmendaritë javore ku përcillen nëpërmjet i ekrani për t'i mësuar ata tonat dhe ne të atyret. Gani Kosumi mi mbrëma. Zëri fort që vjen tani ndëma është Gani Kosumi që vjen nga Kosova. Ju dëgjojmë Gani, si është zhvilluar sporti në Kosovë gjatë kësaj jave që u mbyll? Valja Superliga e Kosovës futboll janë zhvilluar takimet e javës së 4, në kryen ndeshjet të zhvilluar në Pej, Besa dhe Prishtina kanë luajtur barazë 1-1. Rezultatet e tjera, Gjildani Drenica 2-0, Ajvalia Trepça 1-1, pastaj Terronike Eliferizaj 2-1, Trepça në Mllapi 3-0 dhe Liria Drita 3-1. Pas javës së 4 kryesën Prishtina pa dispat me 10 pikë, e ndjekur nga Gjilani Trepça 9 me 9 pikë, Besa 8 pikë, Drenica 7 pikë, pastaj kampioni aktual Terronike është në pozitën 5 me 6 pikë, sa kanë edhe Llapi dhe Liria kështu me radhë. Kalojmë në sportin e shahut.
Shahistët e përfaqësuesit të Kosovës për herë të parë po marrin pjesë në Olimpiadën botërore të shahut që po mbahet në Baku të Azerbajxhanit. Federata e shahut e Kosovës në Kongresin e 87 është pranuar me të drejtat të plota në Federatën botërore të shahut. Shahistët e Kosovës deri tashti patën një prezantim mjaft të mirë duke shënuar 4 fitore. Ndër fitoret më të rëndësishme që ajo shënoi ishte ajo kundër Egjiptit, të cilën e fituan me rezultat 2-1 me 1-1. Nga basketbolli, përfaqësuesja e Kosovës në basketboll në Mitrovic në praninë e mbi 2000 shikuesve ka zhvilluar ndeshjen për eliminatorët për kampionatin evropian 2017 me Sloveninë. Slovenët, siç është pritur, është ekip me cilësor që shënuan fitore të merituar me rezultat 91-81 me 10 pike përsi. Në këtë grup kryeson Slovenia me 3 fitore radhazi me 6 pikë, kurse Kosova ende nuk e ka shijuar fitoren. Boks në Gjilan është bajtur turneu i boksit Shemsi Kurlatani 2016, epiteti boksierit më të mirë në këtë turnej i takoj Edon Ismail Liqit, përfaqësues të klubit Drita të Gjilanit. Këto ishin disa nga informacionet që shkoqetëm për dëgjuesit tuaj. Kolegët e mi, sidomos Luani, nëse ka një pyetje mund t'ja bëjmë pas pak, ne po luajmë, po zhvillojmë tani temën e fair play. Në Kosovë, në prag të një takimit zakonshëm të kampionatit, bëhen ato tufat me lule, fëmijët të shoqërojnë, apo vetëm në raste finalesh, në raste kupash? Jo, nuk ka të atila rrallë ndonjë ndeshje kur ka ndeshje zyrtare, por në futbollin përgjithësi kështu nuk ka fëmijë që shoqërohen me futbollistë, po sa i përket fair play, mund të themi se futbollistët mjaft mirë po sillen në fushë, por edhe publiku duket se ka marrë një edukatë më të mirë dhe nuk ka ndonjë këtë që sportistët apo edhe adhurues të futbollit të shkaktojnë në stadiumet të futbollit apo në basketboll. Shembulli mirë ishte edhe kampionati evropian i futbollit, eliminatorët për kampionatin evropian, ku vërtet ishte një tifozëri e zjarrt dhe në suaza normale dhe kishte notë pozitive se ata janë sjell mjaft mirë dhe kanë përkrahur me duar trokitje edhe fituesin e këtij turneu. Ndërkohë në Shkodër po përgatitet Shkodra dhe ju po përgatiteni për të bërë ndeshjet e eliminatorët të botrorit të Rusisë, ku krahas ekipi që do të luajë në Shkodër në ndeshjen e dytë mbas një barazimi në ndeshjen e parë, do të vinë dhe fëmijët nga Kosova, apo do bashkëpunoni me Bashkinë e Shkodrës, ato fëmijë që do ndjerin tufat do të jenë nga Shkodra? Ndërkohë luajnë gati për pyetje. Pa natyrisht ato do të mbeten në suaza të Federatës së Futbollit të Kosovës, si do t'i organizojnë ato, si të që t'jetë ajo, do t'jetë zyrtare me siguri. Nuk ka shumë rëndësi fëmijët të kujt janë, por do të ketë me siguri fëmijë që do të shoqërojnë futbollistët në daljen në fushë dhe kjo është normale sepse gjithkund në botën e futbollit dhe sportit janë gjërat e tilla. Qartë Gani, Luan, ke pyetje? Nuk ke. Jo, po ke pyetje, nuk ti. Kjo është transparent, emisioni drejt për drejt. Për shembull, do të lindi kjo, do vazhdoj kjo kontradikta, shqiptarët e Kosovës, dikur i quajtën tradhtar, shqiptarët e Shqipërisë. Unë jam për bashkëpunim, unë nuk jam për... Për një kombëtare, se shka thënë Lori Kçana. Nuk kena shërë për Bëj tyne. pyetjen. Nuk kena shërë sepse në kena shumë gjana me mësu nga ata, nga futbolli kosovar, sepse ato kanë më stabil, sepse kanë në shkollat jugoslave. Trajnerët e tyne, specialistët e tyne, janë më të avancuar se na. Kanë luajtur, sidomos edhe fëmijët, kalamajt e tyne kanë lënë nëpër Zvicër, nëpër Francë. Edhe janë në akademina më serioze se na. Ka stan ata po ashtu. Edhe nga ana jonë kanë çamë marr ata, si nga ana e specialistëve, si nga ana e logjistikë, si nga ana e mirë. Pyetje dhe uroj suksese, si uroj si Majlinda Kölmani edhe të tjerët na çojnë. Okej. Avokat, do të bëj një pyetje unë. Janë formuar dy kombëtare, njëra kombëtare let me një flamur të përcaktuar nga Europa, kurse kombëtare tjetër, kombëtare shqiptare, let me flamurin shqiptar. Tashti e di që shumica e kosovarëve bajnë tipo për flamurin. Realisht, a do të ketë sportdarës që bajnë tifo edhe për Kosovën me flamurin e përcaktuar nga Europa? Ta gjim? Gani e dëgjove pyetjen? Po dëgjova pyetjen, por vërtet që është politizuar aq shumë sa mendoj se nuk është në rregull, sepse
Kjo që ndodhi në Finland që mos ketë flamur kombëtar më duket është jashtë sport në përgjithësi. Konsideroj që në të ardhmen tipo mund të bëjnë për këtë të dojnë, e dini Kosovarët duan flamurin, i duan sportistët, i duan gjithë ata. Me gjithat se i përket dy kombëtarëve, aktualisht do të pranojmë se ne jemi ata të cilët i kemë dy kombëtare, dy përfaqësuese, kombëtare shqiptare, përfaqësuese e Kosovës, dhe aty në këtë drejtim nuk mundrojmë. Të gjithë janë ata që luajnë për dy kombëtare që një ditë ta kemë një kombëtare shqiptare, mirë po kjo mund bëhet me kalimin e kohës dhe besoj se kjo nuk do të jetë shumë e largët. Atëherë shkurt një nga teknikët tanë, cilët unë i falenderoj gjatë gjithë kohës, sepse pa ta ne nuk dalim figurë, nuk flasim bashkë. Turi më thotë, kur mund të luaj Shqipëria në një evropian, në një botror, Kosovë, Shqipëri, e imagjinon do si do të jenë tifozërit? Do jenë fair play apo do të jenë të dhunshëm? U konsideroj se do të jenë fair play, sepse shqiptarët kanë treguar veten edhe në Francë dhe në ku do të qenë paraqitur. Po jo, në Francë ishte ndryshe, unë po them Kosovë, Shqipëri. Pra, Tirana me Partizanin, që janë armiq të jashtëzakonshëm, siç është derbi në kryeqytetin italian, apo jo, Tonin. Kosovë, Shqipëri, do përcillet mesazhi i paqes, i sportit, fair play. Unë mendoj se do të ketë mesazh të paqes, fair play, mund të ndodhë që do të ketë edhe përballje edhe natyrisht një ditë do të bija, ditë kur përfaqësuesja e Shqipërisë. Atëherë le të presim atë ditë Turi, u përgjigj Gani, do presim atë ditë kur të vi dhe pastaj presora veri do shohim. Falenderoj Gani. Miru pafshim, miru dëgjofshim. Miru pafshim drejt për drejt në ekranin e Star Sportit. Ishim me kolegun tonë Gani Kosumi. Dhe Elan të Arbena Veri. Mbarë mund ku Elan? Ju dëgjë. E vetëmja gjë që doja me shtu, përsa i përket fair play dhe festës si që Elan të futboli, unë doja me shtu këte që mjafton të shikojmë strukturën e financimit futbolit. Nga vinë të ardhurat e futbolit. Të ardhurat e futbolit vinë kryesisht të vllaznia, për shembull nga bashkia. Tek klubet private vinë nga presidentët ose kompanit private. Dhe shumë pak ose pothuajse as pak bazohen të ardhurat që vinë nga publiku. Në të vërtetë, nëse ne duhet kishim një strukturë të mirëfillt financimi, shumica të ardhurat duhet vishin nga publiku. Vetëm atëherë ti mund të besosh se mund të kesh ndërtu një sistem fair play. Çështja është se nuk është se bazohet te gjendja ekonomike. Bazohet te shumë problematika. Për shembull, problematikat e fundit ishin raporti UEFA-s për Skënderbeun. Por nëse publiku nuk ka besim te ky futboll që luhet, natyrisht s'ka pse të mbush stadiumet. Pra, çështja është publiku duhet i rikthehet besimi tek loja, tek sporti, tek fair play, tek gara, në mënyrë që ai të mbushin stadiumet dhe ta konsiderojnë sportin e futbollit si festë. Dhe klubet duhet mbështeten jashtëzakonisht te financimet e publikut. Jo tek bashkitë, as tek presidencat private. Dhe natyrisht gjithë procesi, gjithë sistemi duhet shoqërohet me një transparencë maksimale. Ndërkohë Parmeza ka filluar dhe mbrojtja e Skënderbeut, është skuadra jon kampione, por që nuk luajti në Ligën e Kampionëve. Tashmë kolegët tanë, disa prej kolegëve tanë bëjnë rolin e një prokurori, dikush bën rolin dhe të avokatit, sipas jush, arrin të puna sa e do ta kalojnë topin, jemi mësuar për shembull si ping-pong, një politikë edhe në politikën e madhe, po dhe në politikën e sportit, teoria e ping-pongut. Dhe korçarët mundonin ta kalonin këtë shitje Bleri tek Tirana, te Teuta, ku diun e tjera. Sepse u pretën me emra konkret, u vunë pikët, por që federata jonë për hir të së vërtetës bëri veshin e shurdhër, sa një ditë klasi. Ne jemi mësuar me emra të mëdhenj si Beckenbauer, që del emri dhe shkon, jemi mësuar me Ernest që dhe dënohet dhe kthehet prap, nuk jemi mësuar me ndëshkueshmërinë, tha avokati. A do ndodhi kjo këtë radhë? Po gjithçka është në varësi të vazhdimit e time, megjithatë unë them që mas shumti janë hipoteza, edhe ne po përflasim një hipotezë. Nuk është hipotezë, është fakt që Skënderbeu nuk luajti në Ligën e Kampionëve për trukim. Tani erdhi raporti. Është vërtet që ja dënu, edhe dënimi ka ardhur si rozadi këtyre hipotezave. Pra,
neshjet të cilat janë të skicume, si mas një kompanie e cila merret me këtë dhe dërgon raporte të tilla. Megjithatë, le të lëm kohës, po ajo që desha me thonë është që nuk më rënë që është mirë në futbollit shqiptar. Do të thosha që ishte Skënderbeu i pari klubi i cili mori beneficet e kalimit grupit, futjes në edhe ishin 11-12 milion euro përfitim apo mos e kam gabim. Pra ishte i pari klub që i mori këto beneficet dhe menjëherë mas saj vin këto. Unë do thosha që unë në shoh koçën me simpati në një datim tjetër, ku po punohet, po të shkosh në Korçë, domethënë shef të stadiumi, shef 4 fusha futbollit. Pra ajo që i mungon Shkodrës, se ne dakord të bëj stadiumi, po kena një infrastrukturë shumë dobët. Pra unë Korçën e simpatizoj në mënyrën e menaxhimit. Pra ma që shoh. Jo vetëm në infrastrukturë, po edhe në mënyrën se si ekipi i kampionit Shqipërisë, sepse deri më sot është ekipi i kampionit Shqipërisë, arrin të mbledh ato lojtarë që i mbledh, arrin të i menaxhojë ato lojtarë, edhe thënë edhe një herë reprezentoi veten, mandej tjetër gjë është përfundimi i hetimeve, por e prezantoi veten, e prezantoi futbollin shqiptar, them unë në mënyrë më të njëjtose. Edhe përfitoi në mënyrë ligjore ato pare që me të thënë drejtën asnjë klub shqiptar deri më sot as narro si ka po jo më ti përfitoi ashtu si i përfitoi Skënderbeu. Thashë një herë, unë deri në këtë këndvështrim sportiv gjithmonë. Unë simpatizoj Skënderbeun në mënyrën e menaxhimit, edhe se çfarë punë po bën me bazën, që është shumë e rëndësishme, jo vetëm në grup mosha, pra, se edhe ne kena punë shumë të mirë me grup moshat, po në infrastrukturë, që është shumë e rëndësishme. Aty edhe ku çalon më shumë të punën në Shkodër. Infrastruktura ku zhvillojnë servitin këto grup moshat është për dëshiru. Qartë. Tonin ke një përvojë Firenze, një përvojë italiane. Mund të sjellësh sot për ekranin e Star Sportit, ke ndjekur zhvillimet e sportit në Itali? Është gjendja ekonomike ka të bëjnë shumë. Sa është gjendja morale e njerëzve. Gjendja ekonomike atje është absolute. Pa marrësi se thonë Italia dopt. Firenze ka gjendjen ekonomike super. Mushen stadiumet, mushen koncertet. Shkojnë me pa muzikën që kushtojnë biljetat me 100 euro. Edhe kështu që... Jo, është fjalla për hetim sportiv, dhe ne nuk arrim do të hetimi sportiv. Do me thënë, në Italinë, të gjundet kjerë zavorë, për kemi pa Juventusin që shkoj në kategori 3, në kategorinë e 3. Pra mund të përgjohë telefoni pa përgjurë, përgjimi pa përgjohë për hirë të një shqitjes. Juventus i kaloj në kategorinë e 3. Po pra, të ne nuk pëndodhë kjo. Mretnesha futbollit italian. Arben Parmezo, duke se u bënte avokatin e Skënderbeut. Ai që është i vëmendshëm, e dëgjoj, e tha tani, është fjala për një hetim, që është e vërtet, s'është e vërtet. Nuk pyet kërkush atje absolutisht, kur janë trokimet, s'pyet kërkush të hedhin hava në vend, të largojnë, s'pyesin. Në konceptin sportiv, ka diferencë trajtimi. Nuk mund të trajtohen tani të dyja njësoj. Ai foli për konceptin sportiv, edhe foli mira, hipotezë, nuk ka koncept penal. Ai foli konceptin sportiv. U knaq me Skënderbeu, edhe na jena tifoza me Skënderbeu, ka bëj infrastrukturë, një autobus i bën 200.000 euro, me pas emocione mi pa kur vinë, si ekipi i madh si Barcelona. Ati nuk i interesan gjoja juridike, është prokuroria, më falë. Dëgjoj Luan, regjia më thotë, i ke pak dorën se duke sikur ke celular dhe po flet me celular, se është regjia. Jo, më se ty duke gjithmonë se edhe... Jo, është ekrani që... Ai nuk flet nga ana ligjore, duhet me pyetat 24 Newsit, atë Drejtan Hoxhën, sa ai din çfarë në Shqipëni, atë duhet me pyet. Se që në Shqipëni. Ne po të pyshtë? Unë po më pytë mund, si jam jurist, nuk jam prokuror, nuk jam lova. Si problematik? Si problematik janë vendet e vogla i bajnë kurban. Si Malezi, si Malta. Malta nuk e... Si Macedonin, Shqipnin. Pse shkojnë mira një ekipit spaj, e kanë shiti këtë neshe, nuk du me mroj kërkën. Nase dhe me ba pastrim sportit. Kapton drejtusat, që kanë kënë drejtusat është 3-4 vjetë e këmaj. Kap jo ata topolatet e telefonit, edhe s'ke nevoj gjinën tana. Nuk ke nevoj, i barë dhe i zjo. Skënderbeu na ka bë krenar, një që kena dorë Turkit, i falenderojmë nga infrastrukturë, privati çon sportin për pjetë. Na shohim se po i bash edhe pyetje Benit për fëmijët, për organizimin e stadiumit. Ma skandal se organizimi i stadiumit Shkodës s'ka. S'ka, i kthen ton Këshilli Bashkiak, nuk i japin Këshillit Bashkiak,
parlamentarët, ata janë parlamentarët e qytetit, kush do qofshin, janë miqton. Nuk i japi një bilet me hinë stadium, unë me kanë këshilltar, unë iku, unë nuk votaj, unë dalë për aty, ma iku. Nuk i quaj një bilet parlamentit. Pra, ai stadium, faleminderit e ka bërë qeveria, nuk mund t'ja halli, se unë s'kam asnjë lidhje, nuk jam në bashkëpunim me federatën, nuk ka gjithmonë. A bë mirë, a bë keq, nuk më interesojnë mua, ajo gjë e mirë për qytetin. Problemi i organizimit to ka qenë skandalos. Neshja me Teutën me Kuksin, neshjet parë janë lënë 2000 tifoza. Kush e manet përgjithësi, kush është drejtor, kush e ka vuar Ilir Shulku, djali i tij kaptarrit, fëmijët e komisarëve me na drejtu ta njëjtën, djali kush është Ilir Shulku. Atë me ka të polarët e del më implikuar se gjithkush. Si lajnë atë me drejtu Shkodrën, ku është bashkia, ku është pse më, a bo marrëveshje sa më, që të me mojtë kja më. Ka fitu Federata Shqiptare me fanela, botë që ka shqit aty, me tepelena, me hamburgera, me kola, me gjitha, me neshje kombëtare ka fitu 3 milion euro, me gjithë bileta, në shtë e më gabim, me gjithë fanela, 2 milion euro janë fitu. Janë fitu shumë. Edhe bashkia kështu, po si thuaj për fëmijët kur kanë bini, për fëmijët do të marrën politika zhvillimore. I zoti Ylli, sa dele fleta i Fidel Ylli në për aty në fletë si me kanë Hazreti i sportin Shqipni me politika, a i duhet me konkretizu. Jo po kena ba këtë reformë. Qa reformet ke ba? Kanë ba thasë të mjellita, si ndibër, reformë sa ba? A ba reformë, fëmijës i shkojnë shkollë, mënyrë të organizume i thojët, i këta fëmijë, në moshën 10 vjeç, nuk kanë me pagu. Nuk kanë me pagu lek. Halo sa bojnë, jo më falim nuk ka se si politikë konkrete. Unë se kuptaj se dhe gjana. Por duhet pak edhe një qetësi, me pak dashuri, pa akuzuar dikur tjetër, vetëm akuza dhe pa e mbrojtur këtë akuzën për shembull që bën edhe Luan Shpuza, që mundohet nga një pak ta ngatrojë. Veri? Natyrisht ne duhet gjenë një konsensus gjithë bashkë. Nëse nuk e di, nuk jemi të sigurt nëse në të vërtet është ashtu siç thot UEFA, sepse kampi tjetër thotë që nuk është e vërtetë edhe është e nevojshme që të njihet një sistem edhe Federata Shqiptare e Futbollit. Federata Shqiptare e Futbollit duhet shqetësohet jo për 52 neshje që kanë ikë, por për neshje që do vinë të ardhmen. Po ja vetë duhet me një sistem që ta monitorojnë trukimet në të ardhmen. Por nëse është e vërtetë, nëse kështu ka ndodhur, pa diskutim që gjithë ne që jemi në studio bim dakord që kjo është një ngjarje e rëndë. Pse? Sepse në të vërtetë mund të fitohen disa miliona në Korçë, por mos harroni është ajo që unë ju thash pak më përpara, aja vlen që në Shkodër harxhohen 50 milion të reja për 2000 tifoza në stadium. Pyetja e drejtë. Largon spektatorin, a është eficiente ky investim? Atëherë kështu siç ndodh në Shkodër mund ndodhin në gjithë Shqipërinë. Pra, këtu duhet ndahemi, domethënë. Nëse në të vërtetë ka ndodhur, kjo është një ngjarje e rëndë. Unë nuk po them se është e vërtetë, por Avokat, ndalemi pak për ata që na ndjek. Për trukimin po flasim. Do me fol për trukimin tonë. Po, për shembull, ka një lidhje dhe drejtuesit aktual të Skënderbeut me kompanitë e basteve. Kur Averi dhe gjithë duhet ta pranojmë që futbolli është biznes. Apo jo Tonin? Biznes është. Por deri ku është kufiri i biznesit dhe ku është kufiri që kalon dhe tret një thirrje prokurori për dhënë përgjigje? Të shanoj. Realisht kena një raport të UEFA, e cila është ngritur mbi bazën e disa, siç tha, hipoteza ose supozime. Kompanisë basteve. Po pra, indirekt ata të çojnë se këtu ka pas trukim, sepse në momentet e caktuara ka pas shifra shumë më të mëdha se sa është parashikuar. Për rezultate ndeshje. Mirë po, këto lloj trukimesh dhe këto lloj hipotezash nuk zjarrin fakte reale. Për shembull, një fakt ka ndodhur në Itali, procesi i famshëm që u akuzuan, por aty kishte ndryshë prokuroria me kohë. Janë përgjuar me kohë telefonat e tyre dhe faktet reale ndodhin mbi bazën e përgjimeve, mbi bazën e dëshmitarëve konkret që flasin për këtë ngjarje. Realisht në Shqipëri, domethënë është bën një raport nga UEFA, kanë folë 2 vetë, një portier i Crusadersit edhe një person tjetër që kanë thënë që duhet jetë troku kjo ndeshje. Po nuk ka fakte reale. Këto fakte vlejnë në kuptimin sportiv, vlejnë për komisionet e disiplinave për të denuar ndoshta. Kurse në kuptimin penal nuk vlejnë. Pra duhet një ndërhyjje konkret nga prokuroria dhe çfarë mund të ndodhi sot aktualisht. Me këta që kanë ndodhur,
prokuroria mund të investigojnë, mund të futet kryesisht, i thënë në kuptimin juridik, dhe mund të ndërhyjnë kryesisht për të investigu. Dhe nuk e investigoj për para, por investigon të ardhmen. Këtë është e koncepti që mund të avenë Shina futbolin shqiptare. Tu pas frike e ndërhymjes prokurorisë, që cila mund të fillojnë përgjime tash në mas, investigon tash. Atëherë mund të dalin prova konkrete që mund të lojnë. Nisur nga disa trokime ndeshjes në vitet 2007-2008, në shoj legislacioni shqiptar, kodi penal, dhe parashikoj 2 sanksione. Sanksioni i parë për caktimi i rezultateve të trokimet të ndeshme, dënohet deri në 2 vjet, sepse është kundërvajtje penale. Kur në rastin që i sjell përfitim pasuror, siç mund të ketë ndodhur për Korçën, për shembull X, dënohet deri në 7 vjet. Pra janë ligjet për të dënuar. Qysh 2007-2008 ka ndryshuar legislacioni për asë trokime. Pra duhet, thash edhe herë, të ketë fakte konkrete, një ndërhyjme konkrete të prokurorisë këtë drejtim, siç ka ndodhur në Itali, dhe atëherë dënohen njerëz. Me zor për e mbaj Luanin. Luan të lirova dhe urdhron. Kam rastin e fundit, ka kanë në fazë preditore, ka kanë ekipi TEUC. Ka hi policia, hetimi, si quhet e krimi ekonomik, nuk e di se ç'a quhet. Kanë çuna tu pushuj tash fazë preditore në Austri. Kanë kap telefonet e lojtarëve, kanë menu për i trokim, s'ka në ullë gjë. Në Austri, është faktikë se ma tha një sportist. Absolutisht, i kanë marrë të polare, absolutisht s'ka në ullë gjë. E pse me në një los ne, pse jena vendi varfën, pse jena njerës, në sa fillume me që kry fije në sport, sa shkuve në Europian, u festunën tanë, u ba me ma shqiptarë se duhet. Ja postulat, por qarkullon një fjallë e tjilë që UEFA fillon dhe të dënon. UEFA që ekzistojnë. UEFA fillon, postulat, qarkullon e për qarqe sportive, UEFA të dënon në momenti kur ti kalon, si me thonë, mërë një bonus financiar të malë, dhe po fillove dhe trokove në këtë bonus, atëherë këtë dënim. Sepse kur nuk mërë bonus, ekipet e vogle, në mëtore fillim, ka shumë e shumë rast të trokove dhe nuk ka në i dënim. Ndërkohë, Samuel, në kohën që po flitet kaq në këtë trumpet madhe, sot për shembull është Kurban Barani, ne flasim për sportin, por i përgëzojmë sepse i festa e njërit besim është dhe e gjithë besimeve në Shqipëri, kjo është e veçantë, e gjithë shqiptarëve, vetëm shqiptarë ka këtë. Hili Bashkiak në Korçë ka marrë një vendim, ndërmjet të tjerave, atje ka të majtë e djathtë për privatizimin e klubit të Skënderbeut në një raport, kur tani presidenti i këtij klubit është Takaj, ky njeri që akuzohet. E mira është që çdo ekip në Shqipëri të privatizohet, sepse kjo mund të sjellin edhe shtimin e futbollit. Unë nuk mendoj që një bashki mundet me drejtu sport, sepse e trajtojnë si ndërmarrje, duke i bërë ndere militantave, gjë që mu nuk pëlqen. E mira është që të shkojnë tek privati, edhe aja është atëherë që i vën pikat me i, edhe ka me pas mate për investime, ka me pas mate për cilësi, futbolli, edhe të në sportet në përgjithësi. Kjo është ideja jeme, edhe më vjen mirë që në Korçë në kjo punë, përsa i përket... Pire voli pyetjet, mos si ku me përgjigje e Këshillit Bashkiak në këtë moment. Mos ishte ku me përgjigje si... Edhe mundet që mund t'jenë. Nuk më pëlqen me hinë këta temat e tolerimeve dhe këta problemet, sepse edhe Korça ka mëkatet e veta. Ne kemi trumpetuar me të madhe se gjithë një politika pret, e di që pret politika, të kemi zgjedhje si në Peshkopi. Nuk akuzoj fare, po ishte gjithë politika në një qytet që kishte thjesht një kryetar bashkie politizoi më tepër se sa duhet politizuar. Nuk më pëlqen politika në sport, se po Luani tha me çu ftesa anëtarëve të Këshillit Bashkiak. Nuk më pëlqen me çu ftesa Fatme Pasharamit, Taj Peraniçit. Tyne që kanë kontribu për futbollin. Jo, jam dakord me ty. Edhe tek organizimi i ndeshjes t'jenë ata në tribuna vetë aty, ai mos vinë politikanë që vinë me hipo bilet aty, edhe me të marrë telefon me thonë fëtë këtë fëtë atë, se janë gjana që kanë nullë, edhe kena me prova. Kjo është ideja që sporti me politikën kanë janë dhe për shdek. Profesor Samueli, unë këtë e kam thënë vjetë para tejet, se të ke kanë trajner, e kam thënë para tejet këtu në këtë studio, duhet më thirë ata Fatme Pasharama, e Sababiza, e që janë e Selamidoni. Po unë e thaqë kuptimi... Se po përmen Selamidoni, kishtë alla ditë përshër Selamidoni, të njerë jam qysh klas 4, edhe kishtë e bilet me Unë e thaqë profesor, profesor, unë e thaqë kuptimi një politikë, se te e din sa i bëhem në kuj ura servil, edhe unë e thaqë kuptimin si me menagju bashkia nëse i ka dalë për zatë stadiumit, me menagju në të ardhëna, edhe aty në këshiltar,
ata janë parlamentarët, ata vendosin. A me lanë Shoqënia Aksionare, a me lanë federat? Këtë ndeshje bashkia e organizojnë ndeshjen tonë. Jo, bashkia. Kush është bashkia? Kush e organizon ndeshjen? Si, federata ma. Ja ma shumë federate? Po më që ka organizu bashkia? Bashkia është marrë, ashtë të gjërezi e marrë për organizimin e ndeshjes. Kush është marrë? Organizimin e ndeshjes. Jo marrë me Kuksin. Nuk e ka organizua. Kush? I kanë pengua, i kanë lani derë të hapën. I kanë drejtusat pra me, e kanë fikë dhe dritat. Masi ti do kemi dalë zëtë federatës. Po jo, Mizgja federatës. Bashkia kur gjo, asë stri gjërezi, asaj. Neshet në Bastanare. S'kanë fajnë, asë quku, asë kërku, se janë njërësit matë ofë si i ka Shkodra. E matë nërshëm. Kurse këto është asë misha speshës. Jo, asë misha speshës. Nuk ka pas selen federata. Jo, selen federata, i thëtë federata, ta në menagjimin, a problemi ekonomik. Vino, o lenja, o njanit, o nënës, o njerës. Janë disa probleme njëkohësisht. Me sa unë kuptova është që Këshilli Bashkiak i Korës ka marrë një vendim të shti që mi ja kalu aksionet private. Kjo është një temë e veçantë. Nuk lidhet me çështjen e trukimeve. Sepse ne kena ra dakord, kena ndërtu një ekonomi të rregullt dhe kena ra dakord që është më e suksesshme se sa ekonomia e centralizuar. Modelet e bashkive pikërisht mishojnë këtë ekonomi të vjetër centralizuar, parimet e ndërmarrjeve shtetërore, të cilat tashmë dihen rezultatet se ku arrin. Kështu që çështja e privatizimit është e drejtë. Qofse Këshilli Bashkiak ka marrë një vendim për kalimin tek një president privat, për mua është krejt e drejtë. Nuk ka lidhje fare me çështjen e trukimeve. Çështja e trukimeve në mënyrë të pastër, të drejtë për drejtë, është e lidhur jo me klubin, jo me presidentin, është e lidhur me dështimin e sistemeve mbrojtëse ndaj trukimeve, i cili duhet ngrihet që nga federata, që nga UEFA, e cila mund ta ketë në vëmendje në mënyrë që ta monitorojnë sistemin e bastave dhe trukimeve, qysh para se ata menojnë. Pra, pa diskutim. Duhet në harru sepse natyrisht privatet janë më fleksibel. Pra, në qoftë se këtu diskutu, për mua është gabim diskutohet për disa miliona që ka fitu Skënderbeu, nëse i ka fitu në atë formë. Çështja e privatëve është e tillë që ata janë shumë më fleksibel se sa që mund të jetë Bashkia e Shkodër për shembull, ndaj këtyne tendencave, këtyne fenomene. Ata shohin çdo lloj mundësie, çdo lloj drejtimit për me fitu. Por e keq edhe një herë po them, nuk është vetëm tek ata që e bëjnë, por edhe te sistemet e cilat nuk janë ndërtuar dhe kanë dështuar me paranalu këtë lloj truki. Avokat, si kalojmë në po? Lidhe me këtë temë, për me sqaruar publikun pak, sepse i duket ndoshta thjesht pozita të krahasuar me Shkodrën, pozita e Bashkisë Korçë që alla fill takajt 3-4. Avokat, shiko pak te kamera 2, i komunikon drejt për drejt. Desha të theksoj që realisht, nëse flasim për Bashkinë e Korçës, kemi të bëjmë jo me një shoqëri aksionere, në rastin konkret, por kemi të bëjmë një shoqat. Në këtë moment, bashkia krijon shoqërinë aksionere dhe merr 1/4 për vete, 3/4 i lën presidentit takaj. Pra shumë më thjesht. Kurse në Shkodër kena një SHA me kapital tërësisht shtetëror, e cila tash në këtë drejtim nuk ka shtezojmë, vetë duhet me shit ose me ble aksione. Pra duhet me shit. Nuk ka mundësi për me Allah ndoshta një privatit. Duhet dalin në privatizim, si shkena thënë, me nëpërmjet koncepteve ligjore, shkohet Ministritë të Ekonomisë, e ka bërë pasani, po a kenë privat? A kenë analizën? Jo privat. Ka shqip gjithë i cila? Ja, ka qenë shoqëri, jo domethënë kapital tërësisht publik. Ka qenë me kapital privat dhe publik. Avokat, kjo u bërë që atë kur ishte Valter Fusha, që mori bashkia dhe thanë, dhe pse nuk falimentoi për të ndërtuar, për ne presim falimentimin, si që bëjnë disa supermarkete që falimentojnë, vetëm për mos pagu ato gjëra dhe pastaj ndryshojnë emrin. Unë kam vizituar sa herët, pra ka një zgjidhje kjo situatë, sepse u bë thash me kapital tërësisht publik 100% dhe nuk mund të iksh me legislacionin fuqi, sepse këto aksione as nuk mund transferohen, duhen vetëm blihen ose qiten. Dhe kjo shitje aksione duhet bë me ligj, pra pikë pari, duhet ndaj Këshillit Bashkiak, përcaktojnë kotën nominale se sa është vlera një aksionit. Pastaj fillohet, shkojnë Ministritë të Ekonomisë, përcaktohet kjo vlerë. Shkojnë Ministritë Sporteve, pra shkojnë me radhë, derisa dalin të aksionit dalin në burë që t'i blen dikush. Mirë po, në rastin konkret, pra ka një mundësi teorike, falimentohet kjo SHA,
Dhe kthejt edhe herë, si ka qenë gjendja Më falë, kush e falimenton? Është e falimentuar, vërtet e falimentuar. Atëre 4 vjet Vllaznia ishte me Trini Trina. Shumë vite përpara. Kjo është totalisht e falimentuar. Ti shih çanov, kena shtim kapitalit. E thojmë gjithmonë, çfarë shtimi kapitalit? Humja që zëvendësohet. Pra edhe rritet në infinit vlera. Pra nëse ka $1 milion, vjen tu shtu kapitali, na shkon 2 milion, 3 milion, 5 milion, unë si ka vërtetuar kjo dhe shëshniet. Pra e mirë është falimentohet totalisht, mirë për ka zëri teori se po falimentovi kjo shoqëri, kalohet kategori tretë. Ajo nuk është në aspektin financiar, kam sqaruar sa herë. Mund të falimentosh në kuptimin financiar, jo në kuptimin sportiv. Kjo është një trajt tjetër, kur ti falimenton realisht, pra nuk ke asnjë mundësi ma, kurse në rast konkret falimenton dhe nuk falimenton vetëm kuptimin e shoqërisë, shehas, jo në kuptimin faliment i përgjithshëm, si thosh, që nuk shkrihet totalisht. Më falë, avokat, kemi edhe një teori, 2 hapa mbrapa, 1 hap para. Nëse ky hap i para është i gabuar, pse s'kthehemi prap tek ajo që ishin. Që ishin 4 senator, ishte mduket Valter Fushaj, Agron Çela, Xhodamuli e tjera, kur aty u dha rezultat dhe këtu s'po jep rezultat. A thanë që në fillim që do të dalin në kuptimin e privatizimit. Nuk akoma thash, nuk ka bë hapi i parë. Kjetë një mbledh, të paktën shihet një mbledh e Shit Bashak, që të përcaktohet vlera nominale një aksionit. Përcaktohet sa dëmushit, sa përqind dëmi Shit aksionit. E mbledh Shit Bashak, se aja është, si më thonë, zoti i aseteve. Sa mund zjasi kjo? Sa mund zjasi? Por nuk është bas një hap, unë thëmë s'ka një mbledhje. Ka një vit e sa, por shumë 2 vjet. Profesor Avi? Jo, një temë tjetër që diskutuar ishte çështja e stadiumit. Me sa unë kam informacion, me sa unë e di, duhet kjenë parasysh kur diskutohen fazat në të cilët ndodhet ndërtimi i stadiumit. Me sa unë kam informacion, stadiumi halas ka përfunduar me tana elementet e tij. Dhe ne e dim, domethënë që para se sa përfundohet, natyrisht duhet dorëzohet, duhet kolaudohet, duhet jepet leja shfrytëzimit edhe pastaj ta marrin në dorëzim Bashkia Shkodër. Më falë, që për ta sqaruar ata që nuk na kuptojnë tani, se ne kalojmë në ekstreme, shqiptarët të marrë kundër shqiptarëve, shqiptari kundër shqiptarit. Me rregull, unë di që federata e merr stadiumin për ndeshjet e ndërkombëtare, kur organizon për shembull edhe Ligën e Kampionëve, e merr federata dhe pastaj ja dorëzon bashkisë me protokoll me gjitha dhe bashkia pasi ka marrë dorë ka përgjegjësi. Kështu bashkia ja dorëzon federatës, por mos të ndodhi fenomeni i Elbasanit, që Vllaznia ti luaj ndeshjet në Elbasan, shkoj të luaj në Puk, kjo nuk do ndodhi kurrë. Në këtë moment, se u diskutua pak këtu për ndeshjen me Kuksin, unë e kam qartë, por unë e di që ban përgjithësi bashkia nëse e kishte bashkia e Luan. Luani tha që e kishte akoma stadiumin dhe akoma e ka federata. Jo. Sepse i manë do ta kishte dorëzuar. Klubi Vllaznia, si ke bëka? Në gjatë. Po është bërë të dorëzim. Letrën policie edhe letrën të SSH-ja e këta kush i çon? I çon administratori i Vllaznisë, nuk i çon. Asimir Shulku. Ai do i dorë sa më duka. Jo, se dorë vetëm. O Samuel, jena të fol, ne jena të fol për anën juridike, si unë ti nuk e marrim vesh. Po të marr atë, do të marr me shën me anën teknike. Lexojë një atë mesazhi doshtën po. Jo, ishte s'ka rëndësi, ishte rreth. Ai ky është mesazhi. Ai ka dorëzuar federata bashkia stadiumin? Nuk e di. As ka informacion. Ja, nuk e ka dorëzuar. Se ka marrë se e ruan për tetorin kur të ketë ndërkombëtarja, se dorëzon brenda ditës. Duhet të hajsh puna stadiumit, nuk di kush ka organizuar ndeshjen me Kuksin. Kuptimi juridik ka ai kontratë. Aja është një gjë, aja nuk ja vlen me diskutuar na, se si jena kompetenta na. Kush e ka stadiumin, kush se ka. Organizimin e kësaj ndeshje ka pas klubi Vllaznia, sepse kanë qenë drejtuesat Vllaznisë të prej biletat. Ti të shtej unë, kam kanë stadium. Jo, ma zyret janë drejtuesat. Po çfarë më kanë qenë drejtuesat e Vllaznisë të prej. Po zë jam dakord se ai merr rrogën, ai admin. Po çfarë minutë? Sa deve administratori Xherezi, Vllaznin e ka formuar komplet Armando Cugu në kompetencën e vet. Më falni minutë. Ai administrator, ai ndjek anën jo ekonomike. Jo më jo. Çështje sportive. Jo më jo, unë paktën si ai ndjek. Kërkon Federata Shqiptare administrator për 2 muaj. A është grima? Nuk e di, as ka me Si më nuk e din ti? Jo. Nuk e din? Ja, nuk e di. Është grima më për momentin 2 muaj. Nuk e kolon bashkia hala. Ati edhe kujt dashi. Jo mos zëni, duhet me dorëzu. Hala nuk e ka ndërzu bashkisë Silcat. Dgjoj ta vazhdoj Arbeni se ndërprer. Po ja thash, nëse unë do të marr përsipër, po them si bashki, për më organizuar një event aty. Në radhë parë duhet ta kem marr
Jo, duhet më jetë dorëzu mu objekti i përfunu. Një sekond. Jam me Benin. Apollonia është jam dakord. Një sekond, sepse Po federata ka interes amran, mos e nisën me ta shlu. Ty të mohon pen. Investimi është pak i shtetit, po i zoti shpisa është bashkia, i zoti shpisa bashkia. Stadiumet janë komunale në tonë bërë. Kësaj nuk i kanë lënë si kompetencë për momentin. Në epilogun e emisionit të sotëm, që është debat, se jeta kështu është debat, por jemi në sekondat e fundit të emisionit. Po, advokat? Jo, unë do thoi këtë gjatë. Në krasim për shumë, Elbasani e administron totalisht federata, këtë stadiumin. Në rasin konkret, totalisht, kurse në rasin konkret, ka një marrëveshje tjetër, ku do të fillohet me administru klubi Vllaznia. Mirë po, deri tash nuk është arritja për sepse duhet më dërzu, s'ka dërzu. Pra, e menaxhon federata. Mirë po, kur bëhet një ndeshje, organizimin e ban klubi, ti mund të merresh miratimin te menaxhimi edhe thu, një ky aset, një do ta baj ku do ta baj ndeshjen, do ta baj në Elbasan, do ta baj në Shkodër. Organizimin e bajur si klub. Kjo është ideja. A kupton, Elbasan. Si komandë ja, organizimin e ban klubi. Stadiumi më kanë Dakor, organizimin e ban klubi. Avokat. Parmeza? Përmeshtu konfuzionin, Na ta fillojmë emisionin nga e para. Një e drejtorit e mnum profesoresh që thot duhet me e marrë federata, edhe një të administratorit që thot që bashkia është gati me e marrë stadium. Drejtori na bani. Dy deklarata këtu që e shtojnë konfuzionin për këtë që po diskutojmë. Aberi? Dallojmë dy gjëra, administrimi i stadiumit dhe organizimi i një ndeshje. Organizimin e një ndeshje e bëjmë edhe ne. Pra, dhe me marrë ajo që janë ndeshje. Ta them përsër. Atëherë, organizimi i ndeshjes është delegum, mjeku, policia, kjo është organizimi. Por administrimi është diçka tjetër. Pra nëse na thonë që u fiken drita në stadium, kjo nuk është çështje. Po jo, doli administratori Juan, ta mbaroj tani se jemi në fundin e emisionit. Ta mbaroj. E fillojmë emisionin tjetër mas njëherë. Sepse bashkia nuk e administron stadiumin, nuk e menaxhon stadiumin. Po, organizimin e ndeshjes, po, letërën i klub. Letërën e çan klubi, po të ambulanca klubi, të ambulanca çan klubi. Çmimin e biletave klubi, se klubi po ndeshjen e ka organizuar klubi. Se është ideja. Se doli administratori. Po s'po duhet të kujt. Klubi ka stadium Tiranës. As nuk po të ndaj stadiumi pas kujt. Stadiumi që sa do vendos Tiranë se vendosim na. Po problemi është se doli ai drejtori i famshëm i stadiumit, momentalisht doli e tha, te mas van avokatinë kërkuj, po nuk kam pse me bova. Doli e tha, ja na fojnë bashkisë, ka foj këshilli bashkëkë se jep rrok, halo atij person. Atëre. Turp kem këshilli bashkëkë, ta lexoj një mesazh. Shtuza, faleminderit që ishe sot drejt për drejt në Star Sport. Faleminderit avokat Apollon Haxhi, faleminderit Tonin Dëma. Faleminderit Arben Parmeza, trajneri që akoma nuk e ka emrin në futbollit femrave, sepse është shkrirë tani Dhëdori me Akademinë e Ajax. Faleminderit pikërisht Samuel Nika, trajneri që nuk ka ekip, se na kanë ardhur italianët, ndoshta emisioni tjetër do të kemi për këtë dyndjen e të huajve, që është bërë si mot. Faleminderit Arben Averi që ishe me ne sot drejt për drejt, të cilët diskutuam për aq minuta sa ka emisioni për problemet aktuale që po kalojnë sportin shqiptar. Pa bërë avokatin dhe pa bërë prokurorin, pa bërë mbrojtësin, pa bërë dhe sulmuesin, por kjo ndodh ndërmjet dy shqiptarëve. Do falenderoj në fund fare, po më ka dhe një mesazh është dhënë nga jeta një prej emrave të kohës së Afizit, të kohës së Shkëndijës, është fjala për Shkëlqim Kurtin, i cili në një moshë të re u largua nga jeta, masi përjetoi ndoshta dramën familjare të tij, por që ka qenë në formacionin e shkëndijasve që kanë qenë pjesë edhe e emrave që këtu janë në Shkodër e kështu me radhë. Do falenderonja teknikët, duke filluar me Gjok Vecaj e Marvin Makaj në studio qendrore, Artur Drabea, Marvik Shanton, Roberto Erina dhe Jul Jukën, lidhen e drejt për drejt me Elbasan Arenan, me Senat Nikëshishin, Alin Drepishtin, grafistin e këtij institucioni ton, përgjegjësin e transmetimit Gjelinën si dhe drejtorin Ergysin. Emisioni transmetohet drejt për drejt, çdo të hënë në orën 21, ritransmetohet ditën e martë në orën 13. Dhe ajo që nuk ngeli pa thënë sot, do ta themi Luan emisionin tjetër, se jo të gjitha
thue në një emision. Jo njerë hajmë dark, pa hajmë gjdo dit dark, pak apo shumë. Natën.